Po si ka mundësi, si mund të shkaktohet diçka e tillë? Faktorët e rrezikut ju thatë doktoresha më parë. Prej këtyre, Këtyre faktorëve që ndoshta niveli i abuzimit në njërin prej këtyre ka qenë më i lartë. Dhe duampira, gjithashtu është një faktor. Dhe nëse këto 17 raste nuk do të ishin patur mundësinë që të operoheshin në spitalin publik të Fierit, ta themi ndoshta mbas është pyetje e bukur, po çfarë mund të kishte ndodhur me ta sot? Për fat keq ajo që zuhet ndodhte. Pra ka që rëndësishme është ky. Si kanë bërë më përpara qytetarët përpara se të bëheshin këto ndërhyrje? Janë detyruar që të largohen nga vendi? Me siguri të punë jashtë vendit. Absolutisht nuk largohesh dot nga vendi, se ti nuk ke kohën. Për trombektomi nuk ke kohë që të largohesh. Nuk ke kohë që të fillorosh për të kuruar diku jashtë. Është 6 orë ose deri në instalimin e infarktit. Në momentin që ajo zonë e trurit ka humbur, ti nuk e çati përfitosh më asaj. Dhe prandaj është emergjente dhe duhet realizuar në kohë rekord. Prandaj po vendosim theksin te koha. Gjithmonë është koha faktori kryesor, i cili sa më shpejt paraqitet pacienti, përveç shpëtimit të jetës, kemi dhe më pak invaliditet, ulje dhe shkalla e invaliditetit. Pasojat edhe operacionit. Ke mundësi të lëvizësh. Kjo tregon që mjekësia, dhe aq vepër pastaj mjekësia publike në vendin tonë, shëndetësia publike po ecën hapa përpara, pra ju jeni me hapin e kohës, jeni bashkëpunoni me mjek shumë të mirë turq, pra çfarë momenti është për mjekësinë shqiptare, doktoresha? Mendoj që është një moment shumë i mirë, jo vetëm për ne që kemi pasur fatin të punojmë te Spitali Memorial, por edhe për brezat e rinj, të cilët do dalin, të cilët kanë mundësi ndoshta edhe me bashkëpunimet midis Spitalit Memorial dhe QSUT-s, që të avancojmë gjithmonë për të mirën e pacientit. A mundet që kjo lloj ndërhyrje të ishte bërë më herët në vendin tonë? Kanë qenë kapacitetet? Ne flasim çfarë po bëjmë. Flasim çfarë po bëjmë dhe çfarë tjetër? Nuk është gabim dhe ajo shpreha më mirë vonë se kurrë. Ne kemi filluar dhe do të çojmë përpara këtë punë që kemi. Çfarë tjetër bëhet në Spitalin Memorial të Fierit? Pra çfarë lloj ndërhyrjesh të tjera gjejmë? Për sa i përket të neurologjisë, përveç procedurës së trombektomisë, realizohet dhe procedura e stentimit të artereve karotide, e cila dhe ajo nuk është se realizohet në spitale publike, të artereve të qafës, stentimi arterjeve. Edhe atje ka raste pacientësh? Po, ka raste, këta raste të planifikuara, zakonisht nuk i përkasin urgjencës. Nuk kanë këtë urgjencën? Jo, nuk, janë raste që neve i planifikojmë. Dhe që kjo pastaj gjithë kjo vjen, ne po flasim shumë për mjekësinë, flasim shumë për problemet që ka, flasim shumë për mjekë që largohen, dhe na vjen mirë që sillim dhe raste të kësaj natyre, të suksesit mjekësisë sonë, edhe që mjekë që besoj ju e keni zgjedhur të ardhmen tuaj në Patjetër. Unë jam kthyer. Unë jam një nga ata mjekë që jam kthyer nga jashtë. Unë kam mbaruar studimet për mjekësi në Universitetin Shtetëror Publik në Sofia, në Bullgari. Dhe mbas përfundimit të shkollimit tim 6 vjeçar, jam kthyer në Shqipëri për të dhënë kontributin për kombin tim. Si ishte eksperjenca aty? Sa e rëndësishme? Në shumë e rëndësishme, ka një... Ke zgjedhur Sofjen kur një pjesë e madhe e studentëve zgjidhin përgjithsisht Gjermaninë për çështjet mjekësisë. Pse Sofja? Sofjen kam zgjedhur, Sofjen është duke pasur dhe informacione më tepër në atë kohë. Kam zgjedhur Sofjen sepse sistemi i shkollimit në Bullgari ka të jep shumë dorë në praktik. Ka praktik në gjatë shkollës. Nuk është thjesht teori, por dhe praktik. Që duhet futur dhe në Shqipëri, duhet futur patjetër pjesa e praktikës, sa më shumë praktik për studentët.